pjesën aty ku kalon për atë kura e Lanës, ku duket sikur ka disa garde metalik që ndoshta do ta pengojnë marshimin e qytetarëve. Çfarë është menduar të realizohet nga ana e policisë së shtetit? Përshëndetje Ina, dita e 4 e protestës së të rinjve, shumicës së tyre, të cilët janë duke kryer disa kërkesa ndaj qeverisë, që janë dorëheqja e kryeministrit Edi Rama, anullimi i ligjeve të cilat prekin zonat e mbrojtura, çështjet të cilat lidhen me korrupsionin, me vjedhjet e të tjerë, sikundër edhe me shëndetësinë apo arsimin. Protestuesit aktualisht janë tek sheshi Skënderbej, duke u mbledhur aty për të nisur më pas marshimin drejt kryeministrisë, sikundër kanë bërë edhe në protestat e tjera. Por ditën e sotme këtu kemi një specifik, pasi janë vendosur dhe ka shumë punonjës të policisë, por sipas dënave të mia të cilat i kam siguruar, ka edhe kinat ujëhedhëse të cilat ndodhen në afërsi të godinës së kryesisë së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Unë do mundohem që ta kthejmë kamerën edhe nga ana tjetër e bulevardit për të parë këto pamje të drejt për drejta që do të na ofrojë operatori ynë Aldo Kashëri, ku është i bllokuar pra bulevardi dëshmorët e kombit te kura e Lanës, pra që bën kalimin mbi pjesën tjetër të bulevardit për të vijuar rrugtimin drejt kryeministrisë, dhe aty janë vendosur këto hekura metalik, sikundër ka prani të shtuar edhe punonjës të policisë të shtetit, të cilët ndodhen aty pranë në të dyja anët, dhe do të shikojmë se si do të vijojë, pra si do të reagojnë protestuesit përballë kësaj situate. Sipas njoftimeve të mia, në kryeministri është duke u zhvilluar një aktivitet, sikundër edhe është ndeshja Shqipëri-Izrael, dhe ndoshta policia e shtetit justifikohet me marrjen e masave në raport me këtë bllokim që ka bërë ditën e sotme, por do të shikojmë se cili do të jetë reagimi i protestuesve. A do të ndalojnë ata në atë pikë ku janë vendosur, pra ku është vendosur gardi metalik, apo do të tentojnë që të heqin pra këtë gardë për të vijuar marshimin e tyre drejt kryeministrisë. E kuptojmë. Osman, plani i policisë së shtetit është ta ndalojë këtë protestë deri aty ku është vendosur gardi metalik? Sa kohë është vendosur gardi metalik, patjetër që qëllimi i tyre është që ta ndalojnë, pra që protestuesit të vijojnë më tej drejt kryeministrisë, ndoshta justifikuar e thash edhe një herë në aspekt të masave, për të mos afruar pra protestuesit në afërsi të stadiumit Air Albania, ku do të luhet ndeshja Shqipëri-Izrael, apo edhe të një aktiviteti që është duke u zhvilluar në kryeministri. Të paktën ka marrë informacion se janë disa arkitekt të cilët kanë një aktivitet brenda kryeministrisë. Paktën kjo është ajo që është duke ndodhur tani, teksa protestuesit janë ende duke u grumbulluar tek sheshi Skënderbej për të nisur më tej edhe marshimin e tyre në ditën e 4, ku kërkesat janë të qarta sipas tyre, dorëheqjet kryeministrit, për shkak se sipas artikulimeve, sipas fjalimeve që ata kanë bërë për gjatë gjithë këtyre ditëve, e akuzojnë atë për korrupsion, për shkatrimin e Shqipërisë, për dhënien e hapësirave të mbrojtura njerëzve pranë tij, miqve të tij, për t'i zhvilluar ato dhe për të shkatruar çdo hapësirë publike që ekziston në Shqipëri, sikundër çështja e Zvërnecit dhe rrjollit është në agjendën e protestuesve, po ashtu edhe çështjet që lidhen me arsimin, me çmimet, me naftën, çmimin e naftës shumë të lartë, apo edhe shëndetësinë, sikundër ka pasur dhe artikulime ditën e djeshme nga protestuesit. Mirë, Osman, shumë faleminderit për këto informacione paraprake. Sigurisht do të rilidhemi sërish bashkë. Do të më duhet të shkoj tani te kolegja Klodiana Lala, e cila ndodhet përtej gardit të ngritur nga policia e shtetit në anën tjetër të bulevardit përpara kryeministrisë. Klodi, përshëndetje. Jemi së bashku në transmetim të drejt për drejt. Ja te kemi me kolegen Klodiana Lala. Më dëgjon, Klodi? Presim pak çaste sa të bëhet i mundur komunikimi me kolegen Klodiana Lala për të kuptuar realisht se cilat janë masat që policia e shtetit ka marrë dhe si do të procedohet nga ana e kësaj të fundit në raport me këta qytetarë të cilët kanë zgjedhur të protestojnë në ditën e 4 të tyre. Jemi me këto pamje të drejt për drejta, vijon ende grumbullimi në sheshin Skënderbej, ndërkohë që nuk e dim se si do të mund të reagojnë qytetarët pasi të hasen me këtë gardë metalik. Dëgjojmë Klodin?
Është njoftimin që kemi bërë në mëngjes, kjo pjesë është zonë sigurie për zhvillimin e ndeshjes Shqipëri-Izrael. Për këtë arsye, duke qenë se janë marrë gjithë masat, nuk do lejon. A mund të ishin gjetur rrugë të tjera alternative për të kaluar kombëtarin e Izraelit në një rrugë tjetër? Janë masa sigurie që vendosen në çdo ndeshje dhe ky ka qenë standardi i vendosur prej kohësh. Nuk do bëjmë ndryshime për këtë aktivitet. Faleminderit shumë. Klodiana Lalën e kam tani për të risjellë edhe një herë në vëmendje këtë që zoti Hita sapo deklaroi për News 24 dhe kolegen Klodiana Lala, shohim drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit i cili është vendosur në terren për të monitoruar nga afër sigurisht këtë protestë. Sikundër kolegu Osman Stafa e theksoi edhe më herët, nuk e dim se si do të mund të justifikohet policia e shtetit në lidhje me vendosjen e atij gardi metalik në atë pjesë të bulevardit, por dim që ka një aktivitet në kryeministri. Ndoshta ky mund të jetë ose mund të jetë një arsye kjo, por nuk e dim, është mjaftueshëm arsye për ta bërë një gjë të tillë, pra për të vendosur këtë gard dhe për të penguar qytetarët të mund të marshojnë në bulevard. Nga ana tjetër nuk dim si do të mund të reagojnë qytetarët përballë këtij gardi metalik, nëse do të pranohen me këtë fakt, do ta pranojnë këtë fakt, do të stopohen aty apo do ta zhbëjnë këtë gard për të vijuar më tej të gjithë itinerarin që kanë për të ndjekur të përcaktuar tani më. Shohim që ka një nisje të qytetarëve, sikundër ka ndodhur edhe në ditët e kaluara, edhe dje po ashtu, një marshim të qytetarëve nga sheshi Skënderbej drejt bulevardit në drejtim të kryeministrisë. Ndërkohë, më komunikojnë që barierat e hekurit dhe trupat e policisë janë për ndeshjen me Izraelin që nis në orën 8. Paktën ky është plani i masave të ndeshjes që cilësohet si një ndeshje me rrezikshmëri të lartë, por nuk e dim nëse është kjo një arsye e fortë, të paktën duhet të kemi një informacion edhe nga ana e policisë së shtetit në lidhje me këtë gjë, por sa herë kombëtarja ka ndeshje, bllokohet bulevardi. Këto janë informacionet paraprake të pakonfirmuara nga policia e shtetit nëse realisht ky kordon i vendosur aty ky gard metalik ka të bëjë me protestuesit apo ka të bëjë si pasojë e masave të sigurisë të ngritura sa i takon ndeshjes me Izraelin, po ashtu edhe të ndoshta të aktivitetit që do të mbahet dhe ose është duke u mbajtur në këto momente brenda ambienteve të kryeministrisë. Ky është informacioni i fundit, por do të presim të konfirmohet nëse është kështu apo jo. Zoti Hitaj e theksoi, e ceku pak momente më parë me kolegen Klodiana Lala, po detajet të tjera i marrim me Klodin vetëm pak momente më vonë, sa të mundur edhe komunikimi me të. Duket se ka një numër të konsiderueshëm qytetarësh, të cilët janë mbledhur në sheshin Skënderbej dhe do të përshkruajnë të njëjtin itinerar, sikundur kanë bërë edhe në 3 protestat e kaluara. Sot është e 4-ta për të zhvendosur nga sheshi Skënderbej drejt bulevardit dhe për të vijuar më tej nëse do të mund t'ja dalin gjithmonë të zhvendosen përpara kryeministrisë, atje ku kanë folur edhe përgjatë 3 protestave të kaluara.